Qenit e me mirë, Berishaj, Martin Berishaj. Kuptohet, për Martinin kemi folë edhe ma herët edhe me ju këthy, për ma pak se një muj nuk është punë që e bëj me qef. Ama, nga një herët imponohen gjërat nga kolegë. Cilë kolegë? Që tu ju pretësha. Kolegë nga Slovenia, gjithësisht nga televizioni publik i atjeshëm, kanë raportuar se Prokuroria Speciale e Slovenisë ka përmbyll hetimin për bashkëpunimin ndërmjet kompanive të Martin Berishajt dhe ndërmarrjes Gen I në Beograd, në periudhën kur grupin Gen I e drejtonte kryeministri aktual Robert Golob. Pasi ka përfunduar fazën paraprake, prokuroria ka konstatuar dyshim të bazuar për veprën penale të keqpërdorimit pozitës apo besimit në veprimtari ekonomike. Por këto vepra nuk janë kryer nga një shtetas i Slovenisë. Pra, deri me këtu jemi në rregull, edhe Robert Golob është në të terun. E tash, kush ka met në të lagun? Prokuroria në Sloveni ka vendosur që çështja t'i dorëzohet autoriteteve serbe, pasi personi dyshuar është shtetas i Serbisë dhe dyshohet se vepra është kryer në territorin serb. Gjatë procedurës është konstatuar se provat përkatëse ndodhen në Serbi, edhe me që Serbia nuk i ekstradon shtetasit e saj, për këtë arsye autoritetet slovene ja kanë transferuar rastin prokurorisë kompetente në Serbi me kërkesë për marrje në ndjekje penale. Prokuroria Slovenisë nuk ka dhënë më shumë detaje, duke theksuar interesin e ruajtjes së hetimeve dhe dhënave personale. E tash, nëse ambasadori i Kosovës në Kroaci është kajetohet në Serbi si shtetas i Serbisë, kjo po që është lajm. Nëse një shtetas i Serbisë është diplomat i Kosovës, edhe është kana përfaqëson në Kroaci, atëherë nuk është fort tragjike që firmat e Serbisë operojnë në Kosovë, e që besa s'është edhe fort e moralshme, gazetarët edhe mediat mi cilësu si punëtorë të Serbisë ose mazi argat Serbisë, nëse kompanitë serbe e përdorin një diplomat Kosovës për transport milionave, cilt miliona që pa kontekst. Sipas dhënave, Gen I në Beograd ka transferu disa këste në total përmi 2 milion euro në llogaritë të Berishajt, e ai ka tërheq 1.8 milion euro cash. Kjo ka ngritur pyetje në opinionin publik lidhur edhe me natyrën e shërbimeve që Berishaj i ka ofru, tu e di që është politolog me profesion, edhe për arsye në tërheqjes edhe transportit të krejt atij keshi. Kontratën me Berishajn e ka nënshkruar Boris Lavantović, këshilltar financiar në Gen I në Beograd, i cili është shprehur se s'jap më shumë deklarata pa lejen e punëdhënësit. Kryetari bordit të Gen I Slovenisë në atë botë Max Helbel ka deklaruar publikisht para një 2 vjetëve aso që pagesat për Berishajn janë gjysmë %, 0.5% të vlerës së kontratave për furnizim energji elektrike në Kosovë, Shqipëri dhe në Malzi, ku Berishaj ka shërbyer si konsulent dhe ka dhënë informata për gjendjen e sistemit energjetik dhe rreziqet e tregut. E di çka keni bëj, keni kap digjetrona në dorë që po ju kërsej. 1.8 milion euro, nëse janë 0.5%, jemi ka flasim për total prej 360 milion eurove rrym. Nëse 2 milion e kusur euro është totali që Berishaj është pagu, përmi 400 milion është totali i rrymës që është ble, nëse 0.5 ka qenë provizioni ti. Tash, qa ka me hetu Serbia e qa ka me gjetë është diçka që se kom nërmen me hamendësu. Kështu që po flasë ato që i di. Tregu i energjisë elektrike si vjetë ka me qenë edhe ma aktiv edhe ma fitim prurs. Diplomacia e Kosovës si vjetë është edhe ma e keqe edhe ma e dobët, se sa që ka qenë viteve të kaluara. Martin Berishaj ka dëshmuar rrejshëm në Komision Parlamentar dhe për këtë punë është bërë një kallëzim penal në Kosovë po ashtu. Komision Parlamentar për diplomaci mo nuk kemi, komisione hetimore nuk mund të formojmë se kuvend nuk kemi, ministrën e jashtë e kemi në mandat ose ndërheqje kush qysheshe. Pra, që a bën Serbia nuk e di, ama që s'ka me bo Kosova asgjë, edhe kjo punë është e sigurt.